Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Sure El Gjin. Ajetet nga 11 deri te ajeti 15. Wa anna minna salihun wa minna duna dhalik. Kunna tara'iqa qidada. Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. Midis nesh ka të mirë, por ka edhe që nuk janë të mirë, jemi ndarë në grupime të ndryshme. Ne e dim se nuk mund t'i shpëtojmë Allahun në tokë dhe nuk mund t'i shmangemi atij duke ikur në qiell. Posa dëgjuam udhëzimin Kuranin, ne besuam në të, e kush beson në Zotin e vet nuk ka përse të friksohet se mos dëmtohet, as se mos i bëhet padrejtësi. Ka prej nesh që janë mysliman, por ka edhe të atill që janë jo besimtar. Kush ka përqafuar Islamin ka zgjedhur rrugën e drejtë, kurse jo besimtarët do të jenë lëndë djegëse të xhehenemit. Komentimi. Ne dëgjuam udhëzimin dhe e besuam në të. Edhe këto ajete janë vazhdimi i thënieve dhe i bisedave të besimtarëve xhind, të cilët i bënin gjatë udhëzimit të popullit të tyre, të devijuar. Në ajetin 11 nga vetë goja e tyre thuhet, e midis nesh ka të mirë, por ka edhe që nuk janë të mirë, jemi ndarë në grupime të ndryshme. Ka mundësi që kjo shprehje të jetë përdorur për të treguar se djalli Satani është një prej xhindëve dhe ky fakt mund të krijojë iluzionin se natyra e xhindit është e brumosur me të keqen, shkatrimin dhe djallëzin, prandaj në zemrën e tyre nuk ka si të ndriçoj drita e udhëzimit. Besimtarët xhind, me anë të kësaj shprehjeje, e bëjnë të qartë se parimi i lirisë së zgjedhjes dhe i vullnetit të lirë mbizotron dhe tek ata. Kjo fjali tregon se në mesin e tyre ekzistojnë individ të mirë dhe individ që nuk janë të mirë, prandaj në qenien e tyre ekziston mundësia e udhëzimit. Parimisht një prej faktorëve të suksesit të predikimit është dhënia e personalitetit, palës së kundërt, si dhe vënia në dieni për ekzistimin e mundësive të udhëzimit dhe të përsosmërisë. Ekziston dhe mundësia që besimtarët xhind ta kenë thënë këtë shprehje për shpajsimin dhe lirimin e tyre nga tema e keq përdorimit të çështjes së përgjimit. Kjo do të interpretohej kështu, edhe pse disa prej nesh informacionet që përftojnë me anë të përgjimit i vënë në dispozicion të njerëzve të këqinj me qëllim që të shkaktojnë devijimin e njerëzve, jo të gjithë xhindët janë të tillë. Ky ajet kuranor e korrigjon mendimin tonë në lidhje me xhindët, pasi në imagjinatën e shumicës së njerëzve fjala xhind shoqërohet me një lloj djallëzie, korrupsion dhe devijim. Ajeti thotë midis nesh ka të mirë, por ka edhe që nuk janë të mirë, jemi ndarë në grupime të ndryshme. Fjala kidede është shumë si fjalës kedun. Kjo fjalë nënkupton prerjen, por përdoret edhe për të shënuar pjesë ose grupe të ndara nga njëra tjetra. Besimtarët xhind, në vazhdimsi të bisedave të tyre drejtuar të tjerëve, paralajmërojnë: ne e dim se nuk mund t'i shpëtojmë Allahun në tokë dhe nuk mund t'i shmangemi atij duke ikur në qiell. Si rjedhoj, në qoftë se imagjinoni që mund t'i shmangeni dënimit dhe ndëshkimit të Allahut duke u fshehur në një qoshe të tokës ose duke ikur në qiell, keni gabuar rënd. Në këtë mënyrë, pjesa e parë e ajetit tregon përpjekjet e pafrytshme për të ikur nga kthetrat e fuqisë së Allahut në tokë, kurse pjesa e dytë e ajetit aludon për ikjen absolute duke përfshirë tokën dhe qiellin. Ekziston edhe mundësia se ajeti sqaron se nuk mund të dominohet mbi Allahun dhe së dyti nuk mund të aratisemi nga grushti i drejtësisë së tij, prandaj meqense nuk ekziston as mundësia e mbizotrimit dhe as aratisja, nuk ka asnjë zgjidhje tjetër përveç dorëzimit dhe nënshtrimit ndaj urdhrit të drejtë të Allahut. Besimtarët xhind në vazhdimsi të bisedave të tyre shtojnë: posa dëgjuam udhëzimin Kuranin, ne besuam në të. Në qoftë se ne ju ftojmë në udhëzimin e Kuranit, kjo bëhet për arsye se vetëm ne më përpara e kemi praktikuar këtë rekomandim. Ne nuk i ftojmë të tjerët në një gjë që vetë nuk e kemi praktikuar atë apo nuk kemi hequr dorë prej saj. Më pas, me një fjali të shkurtër e përshkruajnë rezultatin e besimit të tyre dhe pohojnë: kush beson në Zotin e vet nuk ka përse të friksohet se mos dëmtohet, as se mos i bëhet padrejtësi. Fjala behsun tregon dëmtimin me anë të shtypjes dhe dhunës, kurse fjala rahaq, siç e kemi treguar edhe në diskutimet e mëparshme, tregon mbulimin e një gjëje me detyrim. Dallimin mes këtyre dy shprehjeve, disa komentuese kanë shprehur në këtë mënyrë: fjala behsun shënon faktin që nga të mirat të paksohet ndonjë gjë, kurse fjala rahaqa tregon se të këqijave të tyre nuk do të shtohet ndonjë gjë.
Komentues të tjerë fjalën bahs e kanë interpretuar në kuptimin e paksimit të mirave, kurse fjalën rahaq e kanë quajtur si përgjegjësi e vështirë. Sidoqoftë, qëllimi është të sqarohet mirë se besimtarët do të shpërblehen për çdo vepër që kryejnë, qoftë e vogël apo e madhe. Drejtësia e Allahut nuk u përket vetëm besimtarëve, meqense dihet se jo besimtarët nuk kryejnë vepra të mira, nuk është diskutuar rreth shpërblimit të tyre. Në ajetin vijues për të dhënë më shumë sqarime rreth fatit të besimtarëve dhe politeistëve thuhet ka prej nesh që janë mysliman, por ka dhe të tillë që janë jo besimtar, kush ka përqafuar Islamin ka zgjedhur rrugën e drejtë. Në këtë ajet fjala mysliman është përmendur kërshi fjalës jo besimtar dhe tregon se ajo që e parandalon njeriu nga dhuna është besimi, ndërsa një njeriu jo besimtar është i zhytur në dhunë dhe shtypje. Ndërkohë një besimtar i vërtet asnjëherë nuk e përlyen veten me dhunë dhe shtypje, ashtu siç e lexojmë dhe në një hadith të transmetuar nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, besimtar është ai që njerëzit, jetën dhe pasurinë e tyre e ndjen të sigurt në dorën e tij. Në një hadith tjetër, po nga profeti i Allahut thuhet, mysliman është ai person që myslimanët e tjerë janë të sigurt nga dora dhe gjuha e tij. Fjalia të harrau rashada, ka zgjedhur rrugën e drejtë, tregon se besimtarët zgjedhin në rrugën e drejtë kur janë të vëmendshëm dhe hulumtues dhe jo me sy të mbyllur e të verbër. Shpërblimi i tyre më i madh është arritja e të vërtetës, në sajt të së cilës arrin të gjitha begatit hyjnore, ndërsa fatkeqësia më e madhe e shtypësve është se ata do të përfundojnë si dru për zjarrin e ferrit. Jo besimtarët do të jenë në lëndë djegëse të xhehenemit.